Përshëndetje të dashur bashkëdhetar. Ndodhemi në Universitetin e Harvardit, një nga universitetet më prestigjioze në botë, ku Departamenti i Gjuhës Shqipe do të zhvillojë një konferencë unike për ISO Polifonin Labe, që është dhe pasuri botërore e ruajtur nga UNESCO. Ne ndihemi krenar së bashku me shoqatën Labria që do të zhvillohet kjo konferencë unike pikërisht këtu në Boyston Hall. Dhe për më shumë ne do të sillim kronikën e përgatitur nga televizioni Alba Live, që ka udhëtuar enkas nga New Yorku për të ardhur këtu në Boston, në Harvard. Për më shumë, ju lëm të ndiqni kronikën e përgatitur nga televizioni Alba Live. Për televizionin Alba Live, Kozeta Zylo, New York. Të dashur bashkëdhetar, ndodhemi këtu në Universitetin e Harvardit e pikërisht në këtë konferencë unike që do të zhvillohet për ISO Polifonin Labe, kemi moderatoren e programit. Prezantoni ju lutem dhe përshëndetje nga unë. Përshëndetje, quhem Brita Bajrami, jam e lindur në Vlorë dhe jam shumë kënaqur të jem këtu sot në Harvard në Boston. Të flasim për bukurinë dhe teknikat tona labe. Edhe unë jam shumë krenare dhe nuk e dija që ishe nga Vlora, thonë që kur bashkohen dy lebë, ja marrin këngës, di ndonjë këngë labe? Këtu më ke kap keq, di të kërcej, di të këndoj, por jo shumë mirë, kështu që falet që këngë, me unë do të vazhdojmë nga vazhdimin. Po mirë, ne do të vazhdojmë në fakt masi të mbaroj konferenca dhe do t'jeni shumë krenar, shumë urime. Shumë faleminderit. Përshëndetje Subi, është krenari që ne të ndodhemi sot këtu në Universitetin e Harvardit, një nga universitetet më prestigjioze në botë dhe zhvillohet për labërim, për ISO Polifonin Labe, që është dhe pasuri botërore. Si ndiheni sot? Sapo ne krijuam shoqatën, e bëm një premtim që do ta sjellim këngën Labe në Harvard dhe sot është dita që ne do ta celebrojmë. Ishte shumë punë, të gjithë kanë punuar, kanë dhënë kontributin e tyre, edhe kemi bashkëpunuar me shumë njerëz, dëshirat e gjithëve ishin të paparë. Unë ju uroj shumë suksese, që se kemi ardhur dhe nga New Yorku, dhe do ta shikojmë këtë konferencë kaq unike, kaq të bukur dhe kaq mbreslëndse. Mirë se erdhët, ju falenderojmë, juve televizionin Alba Live, dhe do t'ju dëgjojmë fjalën tuaj. Faleminderit shumë. Të gjithë së bashku himi flamurin shqiptar.
ftoj për ju profesorin Faton Limanin, udhëheqësin e studimeve të gjuhës shqipe në Harvard. Ai do vi këtu të ndajë disa fjalë me ju për të treguar për punën që ai bën me gjuhën shqipe këtu në Harvard University. Profesor? Faleminderit Greta, përshëndetje të gjithëve. Unë do e bëj shumë shkurt, vetëm desha që t'ju bëj një mirëseardhje këtu në Harvard edhe në emër të programit të studimeve të gjuhës shqipe. Është një nder dhe kënaqësi e veçantë të hapim këtë ngjarje që kaq domethënëse. Labëria zëri I traditave të përjetshme. Këtu në sallën historike në fond auditorium në Harvard. Në emër të studimeve të gjuhës shqipe në Harvard, ju uroj mirëseardhje të përzemërt të gjithëve në këtë ngjarje të veçantë. Sot nuk jemi këtu vetëm për të ndarë muzikë, valle dhe kulturë, por për të nderuar një trashëgimi. Shpirti I labërisë me traditat e saj të pasura, iso polifoninë e fuqishme dhe vlerat e thella na kujton bukurinë e përjetshme të kulturës sonë. Ky program është një homazh për zërat dhe ritmet që kanë formsuar breza dhe vazhdojnë të jehonin me krenari në mbar diasporën shqiptare. Një falimnderim I veçantë për shoqatën Labëria Boston në krye me Rudina Bardhin për vizionin dhe përkushtimin e tyre, si dhe për përpjekjet e palodhura për të ruajtur dhe promovuar thesaret tona kulturore. Gjithashtu një mirënjohje të thellë për të gjithë ju pjesëmarrës të ardhur nga vende të ndryshme të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe nga trojet shqiptare. Uroj që kjo ngjarje të na frymëzojë t'i çojmë përpara traditat e të parëve tanë me edhe më shumë dashuri, krenari dhe përkushtim. Mirë se keni ardhur në Universitetin e Harvardit. Uroj që t'ja kaloni sa më mirë. Faleminderit. Tani dua të ftoj Rudina Bardhin, e cila është kryetarja e shoqatës kulturore Labërisë këtu në Boston. Rudina. Dashura Sonja dhe Zotrin, të nderuar miq, vëllezër dhe motra të Labërisë, dhe ju bashkëdhetar të dashur, mirë se keni ardhur. Është një nder I jashtëzakonshëm të qëndroj përpara jush sot. Këtu, në një nga institucionet më të famshme të dijes në botë, në Universitetin e Harvardit, për të festuar së bashku një ëndër që është bërë realitet, sjelljen e traditave dhe shpirtit të labërisë këtu në Boston. Jam thellësisht krenare të përfaqësoj shoqatën Labëria Boston, një organizatë që lindi nga dashuria për rënjët tona dhe përkushtimi për të mbajtur të gjatë trashëgimin ton kulturore. Misioni ynë është I shenjtë, të ruajmë, të promovojmë dhe të përcjellim brez pas brezi thesaret e labërisë, këngën, historinë dhe shpirtin ton krenar. Në zemër të këtij misioni qëndron kënga lave, një formë unike dhe e thellë arti që mban me vete historinë ton, dhimbjet dhe fitoret tona. Një zë që s'ka heshtur kurrë, një zë që sot është I njohur nga UNESCO si trashëgimi kulturore jo materiale e njerëzimit. Kënga lave nuk është thjesht muzikë. Ajo është thirrje, është kujtim dhe krenari, është zëri I labërisë. Me mbështetjen e çmuar të shoqatës kulturore adetare Labëria, nderi kombit në Shqipëri dhe në veçanti të degës së saj më fier, në 8 mars të vitit kaluar unë mblodhem tek çunat e Bostonit. Aty nuk na u hap vetëm dera, por ata hapën dhe zemrën. Aty lindi grupi themelues I shoqatës dhe hodhën themelet e vizionit tonë. Në datën 23 mars në 2024, ky vizion mori jetë, u themeluar zyrtarisht shoqata Labëria e Bostonit dhe grupi Lab I Bostonit. Sot, një vit më vonë, qëndroj para jush, e rrethuar nga bashkëdhetar, miq e dashamirës, me zemrën plot mirënjohje. Nuk kemi nevojë të renditim gjithë aktivitetet që kemi bërë gjatë këtij viti. Fakti që jemi mbledh sot këtu, jo vetëm nga Massachusetts, por edhe nga shumë shtete të tjera, është dëshmia më e bukur e asaj që kemi arritur së bashku.
Një falënderim i thellë të veçantë shkon për të gjithë ata që kanë qenë me ne në çdo hap. Komuniteti Lab, themeluesit, bordi drejtues, grupi Lab, vullnetarët që kanë punuar pa lodhur gjatë gjithë këtij viti. Faleminderit. Organizatorët, folësit, këngëtarët e vallëtarët, të gjithë që ju me përkushtim dhe orë të panumërta, bë të mundur këtë event. Ju falenderojmë nga zemra. Zoti Faton Limani, drejtuesi i studimeve të gjuhës shqipe në Harvard dhe Universitetin e Harvardit, ju falenderojmë për mbështetjen dhe besimin tuaj. Shoqatat shqiptare në Massachusetts, çunat e Bostonit, Masbesa, Vatra, AFC, Besa Besën, Kisha Ortodokse Shqiptare Shëngjegji, Gocat e Bostonit, Eagle Soccer Academy, Assembly Valetona dhe gjithë komuniteti shqiptar këtu në Massachusetts, ju falenderojmë për themelet që krijuat me ne. Një mirënjohje veçantë për të gjithë miqtë që na kanë ardhur nga larg. Nga Shqipëria, Connecticut, New York, Philadelphia, Florida, Michigan, Pennsylvania, New Hampshire, Las Vegas dhe Kanadaja. Me dashuri dhe respekt, mirëpresin dhe falenderojmë përfaqësuesit e shoqatave, Shoqatës Kulturore Adetare Labëria Tiranë, Albanian Roots, Bite Shqipes, Shoqata Ulqini, TQA Bektasjani Shqiptaro-Amerikane, Alba Life, Fondacioni Tradita, Albanian American Dream, Komuniteti Labi Connecticut, Komuniteti Labi Montrealit e Komuniteti Labi New Hampshire. Prania juaj është dëshmi e unitetit tonë si shqiptar, po kjo është vetëm fillimi. Misioni ynë është të mbajmë gjallë shpirtin e labërisë, këtu në Amerikë, ashtu siç na është përcjell nga të parët tanë, me këngë, me kulturë dhe krenari. Duam që fëmijët tanë të rriten duke dëgjuar këngën labe, duke njohur rrënjët e tyre dhe duke ndjer dashurinë për vetëlindjen, edhe pse larg saj. Sepse labëria nuk është vetëm një krahin, ajo është nderi i kombit. Është zëri i krenarisë, i unitetit, i qëndresës, një zë që nuk do të shtohet kur. Labëria është zëri i traditave të përjetshme. Dhe sot, ndërsa prezantojmë dhe nderojmë traditat e labërisë dhe festojmë 1 vjetorin e shoqatës Labëria Boston, ju ftoj të bëheni një zë i fuqishëm, një zë i vetëm dhe i përbashkët në këtë mision të shtrenjtë. Le të ndërtojmë së bashku një trashëgimi kulturore që nuk shohet, për fëmijët tanë, për adeun tonë, për të ardhmen tonë. Gëzuar 1 vjetorin, shoqata Labëria Boston dhe falenderit nga zemra të gjithë pjesëmarrësit. Tani, kam do sjellin për ju nga ISP-fëmia Labe, Kozeta Azylo, që është shkrimtare, gazetare pranë TV Alba Life, edhe bashkëmbëdhëse e 7 shkollave shqipe që quhen Alba Life. Ambasadore e kombit, të gjithë New Yorku dhe në Albani. Kozeta. Nderuar profesor Faton Limani, si zoti i shtëpisë dhe mikpritës në këtë tempull të demokracisë dhe të dijes në botë, një duar trokiti i lutem sepse në shqiptare, një shqiptar që jetë në departamentin e gjuhës shqipe, gjuhën për të cilën është identiteti ynë kombëtar. Të nderuar miq të labërisë sime, ju falenderoj pamas që keni bërë kaq përpjekje për të na sjellë këtu në këtë tempull të dijes. Kumtesa ime është Polifonia Labe, kryevepër e trashëgimisë gojore të njerëzimit dhe ndihem tejet krenare që ruhet nga UNESCO dhe duaj një duar trokitje të fortë. Nuk është aq e lehtë të mbash një kumtesë të tillë si Polifonia Labe, këtë kryevepër të trashëgimisë gojore të njerëzimit. Mudesh, një studim i gjatë i detajuar për të arritur në këto përfundime logjike dhe për t'ia sjellë publikut në këtë tempull të dijes së njerëzimit. Çfarë binomi mrekullueshëm krijohet midis Harvardit, ky tempull i dijes së njerëzimit dhe Polifonisë Labe, kryevepër e trashëgimisë gojore të njerëzimit, mbrojtur nga UNESCO me 25 nëntor 2005.
që të bëhesh një oratore e vërtet, apo të shkruash me elegancë dhe art, o duhet të mësosh tekstet e folklorit të këngëve labe, apo për më tepër të këndosh, ose duhet të mësosh përmendësh dhe të interpretosh lahutën e Gjergj Fishtës, që është bërë aq e dashur për shkollat shqipe, Alba Life. E me që se kam si tem polifonin labe, kuptoj se kënga labe sjell histori të pashoqe të kombit ton, jo vetëm të diseve jugore, por në mbar Shqipërinë, në mbar trevat e lëna jashtë nga perandorit dhe fuqitë e mëdha europiane. Do të më kuptoni, miq të dashur, se nuk ka banor që lind në ato vise të mos rritet qysh në barkë të nënës me këngën labe. Të dëgjoje nënat e bebeve me ninullat më të bukura, më të ëmbla parameshit duke pirësis dhe duke u nanurisur për gjumë, do e mos, do të pasuroheshe, do të visheshe me dritë. Qysh fëmi jam agjepsur me zërat e marsit, kthyesit dhe hecit dhe isove të grupit, përfshirë dhe bashkëshortin tim këtu. Dashmat labe, vajtojçat labe, darkat familjare, ka qenë një nga universitetet më prestigjioze shpirtërore, ndryshe do të këndonin të gjithë këngën labe. Por jo, nuk më rezulton kur, po që se nuk e lindur dhe rritur në viset jugore aty ku këndohet kënga labe. Po si spjegohet kjo magjepsje, kjo jetesë që kur ka lindur njerëzimi bashkë me këngën në buzë? Është fuqia e artit, metafora e atashme, të pamësuara në shkollat etnike, por nga folklori gojor, drithërues, gjetjet geniale, brez pas brezi. Si këngët erotike, burrore, epike, luftarake, vajtuse, jashtëndritse, verbuse, goditse në zemër, në sy, në vesh, dhe gjëmojnë sa tunden malet, që kam punuar barbarët tokës sonme, por nëse nuk do të ishte kënga folklorike e kombit, si dhe labëris, shumë ngjarje historike do të zhdukeshin nga faqja e dheut. Ja, le të kujtojmë vuajtjet e tmeshme, djegjet, vrasjet, kalbjet nga shovinistët e regjimit grek në vitin 1913, dhe si e kanë përjetësuar këngën labe këto gjëma kënduar nga grupi të Pelenës në festivalin folklorik të Gjirokastrës. Se që na erdhi greku me urën në dorë, gratë e kurveleshit shkojnë për në vlorë, me djepe në kran, me foshnja në dorë, qaj më Shqipëri, ulëri e gjorë. Kënga është ulëritse, e frikshme, e latashme, për jetimet që pan gratë e labëris kur pan të qinin e marosur, duke esur në këmë dhe duke djegur e shkretosur çdo gjë që gjenin përpara, s'të hiqet kur nga mendja. Nënat me djepe në krau baratisën për mullishet e vlorës, në vendin që të gjenin paqe, paqe pra mullinve, dhe këte ullirit i binin mi krye poshtjave që po gjenin paqe në qiell të hapur nga banditët grek. Kjo është histori e shkruar, letërsi gojore, folklorike, është gjë më madhe, dhe nuk ka nevoj fare të dëshmosh me historinë apo pseudo-historinë që mohojnë, por jo, kënga labe në grup, në ecje, në vizje dhe kudo, tregon të mere që pan dhe hoqën në sytë e tyre në vitin 1913. Nuk mund të duronte do të fqini pavarësinë e Shqipërisë. Natyrisht, jam me fat, jam rritur në artin e këngës labe magjepse me historinë e pamundur që përmbledhësh në këtë kumtesë, por dua të sjell, i kam shumë pikante në zemrën time, bilbilend, që mjerisht, nëse unë do të pyes këtu, shumë beta nuk e dinë se cilët janë bilbilend. Sidomos brezi i rritur në diaspor, besoj përfshirë dhe vajzën time. Ndaj na del detyrë në edukimin historik të këtyre këngëve. Të mësosh për bilbilend e labëris është si të kesh miq, gjithë bilbilat në pen që këndojnë. Deri më sot s'ka zok nga lloji që i arrin me zërat e tyre në korë. Kur e dëgjoj këngën 13 bilbilend, apo e këndoj si një amatore, gati çmendem. Në kuptimin metaforik, më vënë në mendime, si për shembull, si shte mundur që këta 13 bilbilend, vanë në litar vetë, ju apërkuan si dëshirë të fundit barbarve,
Po që ishin këta bilbilen, këta luftëtar të paepur për Shqipëri? Bilbilen kanë qenë një qetë kaçakë shqiptar në vitin 1850 deri 60, që kur u kapën nga autoritetet turke, pra ishin 13 vetë, 13 bilbilen. Emërtimi i tyre ngeli në kujtesë bilbilen, sepse shumica e tyre e kishin emrin Bilbil. Ata ishin nga Nivica, e Mikutim, këtu Subicako, Regjini, Buzmak, Progonat, Legdush, Smokthina, e nga zonat të tjera të Labërisë. U kapën me tradhti dhe u ekzekutuan me varje në Janin. Çfarë krenarie të mbrosh Labërin, këtë zonë të jashtëzakonshme për kombin për jugun, nga bilbilet dhe të mos lësh një perandori turke me madhja në botë të mos shkel në trojet e Labërisë. Ja këta bilbilen nuk i lanë të shkelnin turqit atje. Dhe ndaj përjetësohet në këngën Labe. Bilbilen të 13 vanë në litarë vetë, ngreu bilbil e his litar, hëdale bej të 3 cigarë, se s'jam qanaku me valë, por jam bilbili me palë, lane të parë gjelal Bostina, vare 13 të trima. Nga kënga Labe, nuk mësojt vetëm historia. Gjatë studimit tim, ajo që më bëri shumë përshtypje, mësova dhe për mjekësim, të cilën e kam shumë dëshirë, por nuk jam e këtij profili. Çfarë mësova në anën mjekësore për bilbilen që u varën atje? Interesant shkencor, mjekësor, janë shumë fakte që mësojnë nga kjo këngë për trimat legjendar. Më ka lindur pyetja, pse bilbilen e Labërisë kërkuan cigare, kur i thanë, dalu bej, thanë, se nuk jam qanaku me vallë që pi vallë, por jam bilbili me palë. Pse e kërkuan këta? A nuk janë 13 marrje në këmbë siç thotë dhe grupi i Regjinit? Të gjitha etapat në për cilat ka kaluar historia e kombit ton ka kaluar me një mrekulli të argëzashme. Ata e kërkuan sepse i varuri nxjerr gjuhën kur e varin. Këto u duket çudit tani të rinjve në fakt. Mirë, po ata i dinin për të mos nxjerr gjuhën për t'i varin. Ata kishin cigare në gojë, që të mos nxjinin gjuhën, po të vdisnin si trima të vërtet, si bilbilen. A mund të ri pa përmendur këtu për vendin tim, me Zgoranin, me të cilën u rita edukova, e natyrisht, pse jo? Me krenari e them që oratorin e mora nga këngët Labe. Biri i Labërisë, ylli i lirisë Asim Zeneli, me cilën e kemi nga Progonati këtu kryetaren e shoqatës Labëria, e cila kur më tha i thash unë dridhem po të më thuash për Asim Zenelin, sepse ka rënë në tokën e babait tim në Gjonajt. Dikush këtu mund të çuditet, po jam gjoraku në fascist italian. Ai ishte i nderuar faton me Akademi Ushtarake, mbaroi në Itali, kur erdhi Italia fashiste, e la, edhe pse i thanë që ti duhet të jesh në akademi në Itali. A me doni të vish nga kërkat e Progonatit, nuk e keni ten, dhe të zbresësh në Mesgoran ku erdi Italia fashiste. Dhe çfarë ndodhi? Biri i Labërisë ra heroikisht në betej, dhe populli i Mesgoranit i ngriti këngën, sepse e morën 2 vjet e mbajtë regjimin e tyre sepse ishte luftë. Dhe gjithë gratë e Mesgoranit u veshën në të zeza, dhe i kënduan. Te Gorica më të dal, o Asim, o lule djal, të mori plumbi në bal, o Asim, o biro djal, çfarë ligjërimi nanas, duke thirrur bir, djal, lule e rinis. Asimi rasi burr në fushën e betejës në Mesgoran. Një nga grupet më autoktone dhe unike në të gjithë kombin ton është edhe grupi i ardhës së madhe Tepelen. Këndohet në grup. Magjia e këngës është se po transmetohet ndërbreza. Nuk ka grup në Shqipëri që të këndoj atë melodi të zërit që këndon Ardha e Madhe e Tepelenës ose Ardha e Gjithë. Unë ma gjepsen për forcën, trimbin, duke i kënduar Lule Fejzo Ardha. Çfarë la rushin gjyrash në zë dhe në forcën e përcjelljes, askush mund ta këndoj këtë këngë. Këndohet për eroin Fejzo Ardha që u vra në vitin 1878 nga andartët grek. Legendari luftra heroike vuri në komand 200 burra për të luftuar me frymëri kundër andartëve grek. Ardha e Madhe ka marrë pjesë në festivalin e Gjirokastës dhe ja vargjet.
Dielli majave se qra, lule Fejzo arzra. Erdi çoban ka të tha, iko Fejzo, mos u vra. Se ata janë 40 e ca, u përgjigj, trimi me pall, Fejzoa nuk i këni gjall, pa e bërë kërndynjan, Leonidën me gjithlan. Lule Fejzo arzra, në shpëtofsha këtë radhë, nuk e lë hakun pa marë, mos paqa faqen e barë, vuvus po si vura zjarë, Lule Fejzo arzra. Kemi këngët për trimin Hodonivicën, i cili është një pris popullor në përmbitin e vitit 47 kundër reformave të Danzimatit, ngritën kundër reformave të mos pagunin taksa, krahas Stafil Buzit, Xhenem Gjolekët, Qelopicarit, ata bjen në betejë si herojnë të vërtet, si herojnë të antikitetit. Çfarë forte, çfarë gjëma që kanë ndodhur pranë syve, por ata nuk pyesin, luftonin dhe popllin me magjinë e fjalës duke i ngritur në qiell i këndon. Gjylja mbi kokë qira, a e dini ç'është gjylja? Të rinj nuk e din. Gjylja, bomba në kokë qira, i ra. Koka më dyshju qa, a i bë sikur se pa. A mund të imaginoni se çfarë forte të jashtëzakonshme, emocionale, artistike, estetike, ju qa koka dhe i vazhdonte të luftonte, bën sikur se pa, gjysmën e kokës, lufton për Shqipërinë. Është vërtet epike, heroike, frymëzuese. Dhe këto kënga autoktone kanë efekte trondiste, që s'do të ndaloj kur, apo kënga për Tafil Mustaqiziun, që i vuri kufin të thara perandoris turke, a ishte udhëheqësi kryesor i kryengritjeve anti-osmane në Shqipërinë e Jugut, në vitet 28-47. Pse i them këto me vite? Sepse kënga labe jep historinë, dhe prandaj thuhet, Seraeja po lufton, se e dim me kë luftoj, me Gjolek ku që thon, Gjolek e Hodo Aliu, mbi dorë pava qungriu, Tafil Buz, Mustaqiziu, nga kryke kuqit Ariu. E me që se jemi edhe na hodhën fatet këtu në emigrim, e lam Shqipërinë tonë, shumë vasha presin të dashurit e tyre, dhe një ta gjë, historia përsëritet e një ta gjë po ndodh dhe sot. Neve kemi këngën e famshme të Neçomukos, Vajze valëve. Kush nuk e di këngën e valëve? Ka shumë vasha dhe dim në emigrim që gjejnë veten. Vajze valëve, zemra s'jan ban, mbi një gura në Sudetit, qan, e zeza qan, e mira qan, qan e pret, dhe një dhimbje djen, gjithë botave ne vin, por ai nuk vjen, por e mira pret. Historia shkruhet lirisht dhe është e pamundur që Labëria të mos jetë lidhur me Kosovën tonë, me Kosovën e Shqipërisë. Një këngë e tillë për Kosovën kënduar nga Labëria rrëmbeu zemrën time dhe të Qemalit, nga thesaret labe me drejtor artistik Viktor Aliu, të cilët për herë të parë u ftuan në diasporën shqiptaro-amerikane nga televizioni Alba Live, grupet thesaret labe. Dhe ja që i këndojnë, tu nja tjeta moj Kosovë, vjen nga motër Labëria, na bekoj, zoti me goj, të jemi një gjak të dyja. Moj polifonia jon, mbretëresh në ruzullime, gju fjallën e shtron, me lahut dhe qiftelin, pra lidhjet hynore, Labëri, Kosovë. Kur këndojnë thesaret labe nga Shqipëria, natyrisht, sytë mi lagen si një vjosë e tërë, në këtë këngë që ka fjalët më të bukura, më shpirtërore, larg nga politikanët, dhe bashkohemi dhe bëhemi një. Këta janë bandidhët e këngës labe, në mënyrë të atashme, bollën në zemra tona një pemë arbërore këtu në diasporë. E pa mundur të mbledhësh gjithçka në këtë kumtes të polifonisë labe, por natyrisht unë do të bëj një shkëputje që të mos ju lodh juve, por nuk mundet që të ri për shembull me gjetjet artistike. Mos të harrojmë se në këngët labe janë dhe këngët e vajt, kur i vdes nëna, sa bukur i këndon Maliq Lila, ndjes past. Erdha të putha gjirin e tharë, por dot nuk ta nxora mall. Oh, nën, deti thelli pa matur dhe mshurie,
sa më prite atë natë, ti e dije. Nuk mund të ri pa përmendur edhe Frans Selianolin, i cili jo më kot duke dëgjuar këngët labe. Frans Selianoli, një student i jashtëzakonshëm i Harvardit, një duar trokitje të cesh nder për Shqipërinë, e s'kemi qëta korifej të mëdhenj të kombit. Dhe ai ka lënë amanetin, kur të vdesh, të më përcjellni me këngë labe. Kur të vdesh dhe unë me këngë labe. Ju faleminderit që gjithë. Faleminderit. Kozeta për që na tha këto poezi. Për mua këngët labe janë vërtet një poezi, për dhe një si të themi, një histori që është shkruar në Roberto Vargje, që po ti mësosh të studiosh si një njeri që është nga diaspora, si unë që jetoj këtu, unë lexoj me vajzën time dhe në këto Vargje fillon të kuptosh bindjen e Shqipërisë dhe kulturën e saj që është në këto mesazhe që mbasi njerëzit nuk i thonin dot, po i këndonin. Dhe tani dua që ju të keni dhe të këndoni dhe të shikoni dhe nëse i vini fjalët mund t'i thoni, por kemi grupin e Labëris në Boston që do jetë për ju këtu për të kënduar dhe për të sjellur gjithë këto tradita që sapo folni Kozeta, dhe ato do këndojnë për ju 2 këngë sot. Labëri syri me qika dhe gjithashtu Sërkallja me një grushnes. Ju lutem të duartrokasim së bashku. Labëri syrin me qika, stëllëm të humba së tradita. Labëri këndojmë këngët e tabanit, vim nga vatani more selami. Këndojmë këngët e tabanit, vim nga vatani selami, vim nga vatani Historia grekalană, simbol për Ali Pashană. Historia grekalană, simbol për Ali Pashană, simbol për Ali Pashană. Vjosa gurgullon dërmale, qimbani somor këngës labe. Vjosa gurgullon dërmale, qimbani somor këngës labe. Qimbani Labëri moj hierënd, emri hyç shkruhet në këngë. Labëri moj hierënd, emri hyç shkruhet në këngë.
Mësonin pak për historinë e këtyre veshjeve të bukura që ne kemi. Jam shumë e gëzuar që sot kam veshur një kostum tradicional shqiptar nga tradita Plikadësh që ndodhet në Tiranë. Dhe do ftoj për ju drejtuesen Edira Sulaj, e cila do flasë për Fondacionin e Traditave Popullore, kostumet që ajo krijon dhe misioni i saj për 20 vitesh duke mbajtur kulturën shqiptare gjatë. Kështu, faleminderit Edira. Unë kam vite që merrem me rindërtimin e veshjeve tradicionale. Veshja tradicionale është një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore shqiptare. Veshja mbar në vetvete vlerat të pazëvendësueshme në pjesën e identitetit të një kombi. Në të vërtetë mund të jemi një shtet i vogël në harë, por shumëdhëshmëria e veshjeve nëpërmjet statusit krahinor që ajo mbar e bën të bukur dhe të larmishme këtë trashëgimi të parëve tanë. Statusi krahinor i veshjes tradicionale është i shprehur në elementet e punimit të qëndisjes së tyre. Nëpërmjet punimit dhe pamjes së jashtme të veshjeve tradicionale, ti kupton zonën që ajo i përket. Vlera e identifikimit të veshjeve sipas zonës rritet kur në çdo 5 kilometra hapësirë ne gjejmë veshje të ndryshme që mbartin në vetvete identitetin dhe historinë e zonës që ajo është. Gjithashtu, veshja krahas statusit krahinor që ajo mbar shumëfishohet edhe me statusin social. Vajzat kishin kot tjetër veshje, nuset kot tjetër veshje dhe nënat apo gratë në moshë kishin kot tjetër veshje. E njëjta gjë është edhe për meshkujt, po kishin kode të ndryshme veshjes në bazë të moshës që kanë. Statusi ekonomik i veshjes përsëri e rrit numrin e veshjeve, duke qenë se familjet e mesme kishin veshje kot tjetër veshje dhe familjet aristokrate kanë kot tjetër veshje. Trashëgimia jo materiale që mbar veshja tradicionale shqiptare, diebërja e saj nëpërmjet teknikave artizanale është një vlerë e jashtëzakonshme që për kohën ku jetojmë dhe për brezat që do të vinë është një pjesë e shkencave natyrore historike. Ne si popull kemi fatin e madh që kjo mjeshtri e diebërjes, duke u trashëguar me breza, njihet dhe përdoret akoma nga mjeshtrat shqiptar. Kjo trashëgimi na ka ndihmuar edhe neve të ngrejmë një laborator të rindërtimit të veshjeve tradicionale. Në këtë laborator ruhen dhe përdoren 36 teknikat artizanale të ndërtimit të veshjes tradicionale. Për këtë jam mirënjohëse jo vetëm artizanëve brenda punës, por edhe artizanëve dhe trevave shqiptare ku unë bashkëpunoj, si në Tiranë, Gjirokastër, Korçë, Vlorë, Shkodër, Tropoj, Gjakov, Vrahovec, Kumanov, Prizren, Tetov. Këto janë të gjithë pjesët që ndrodhen në trojet shqiptare dhe mbartin akoma këto pjesën e diebërjes apo teknikat artizanale të cilët i ruajnë brez pas brezi. Dhe prej tyre ruhet një mjeshtri artizanale trashëguar në shekuj. Me tërësinë e tyre plotësojnë mozaikun dhe teknikat e ndërtimit të veshjeve për të plotësuar kostumin nga opinga deri tek bizhu. Kjo është një vlerë e jashtëzakonshme që mbartin për këto troje, por nga ana tjetër gjithashtu dua të shtoj me keqardhje se kjo vlerë është duke u venitur gjithnjë më tepër nga faktorët e kohës, duke u larguar të rinj nga kjo gjë dhe shpresoj që
me këto kumtesa dhe me këto aktivitete ne të ringjallim shpresën për që të rinj të afrohen dhe të shikojnë veshjen tradicionale si një vlerë jashtëzakonshme e kombit tonë. Duke kthyer dhe bashkëpunuar me të gjithë, duke kthyer syt nga vlerat e kombit të trashëgimisë kulturore, dhe duke bashkëpunuar me të gjithë shqiptarët kudo që janë nëpër botë, besoj se vërtet po bëjmë një gjë shumë mirë dhe vërtet kjo vlerë kaq e bukur e kombit tonë nuk do zhduket. Madje edhe interesi dhe si thua institucioneve të cilët botërore, të cilët merren me trashëgiminë kulturore botërore është rritur dhe si dëshminë kemi xhubletën që u fut në UNESCO, Vallen e Tropojës që u pranua nga UNESCO dhe xhubleta është pranuar si një trashëgimi mbar botërore. Unë do doja të prezantoja një valë. Ne kemi shumë veshje dhe do doja të prezantoja të gjitha, por është një shumë e madhe, por valën e xhubletës se ajo është aq e rëndësishme dhe aq e bukur. Xhubleta mbart në vetvete shumë formula të ndryshme, ndryshon në çdo 20 cm rënje, ndryshojnë formulat e territ, por mund të thënë që fjala kryesore dhe me një fjali ne mund të plotësojmë të gjithë mozaikun dhe rëndësinë e saj, sepse me prerje horizontale dhe gajtanat me të cilët ne ndërtojmë, ajo si thua formon zgjerim vertikal. Dhe kjo është e veçanta dhe bukuria, intelekti i një populli që është erdhur në këtë veshje dhe është ruajtur deri në ditët e sotme. Në çdo pjesë të veshjeve ne vërtet lexojmë dëshirën për më të bukurën, intelektin atyre femrave apo dhe meshkujt kanë punuar në veshjet tradicionale, po shpresoj që të zgjojmë dhe interesin e të rinjve, ta ruajnë këtë vlerë kaq të bukur dhe të jetë një mundësi e mirë për të gjithë shqiptarët të tregojnë veten e tyre dhe vendin nga vit për këtë bukuri kaq të rrallë. Faleminderit. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj në kjo salla, po ka qenë shumë e vogël për kaq shumë njerëz sa interesohen për trashëgiminë kulturore shqiptare, por në veçanti falenderoj profesorin e gjuhës shqipe Për ju vallëtarët e Usrit me Vallen e Tropojës. Haydi
Baronin Osman Takë. në një videoje që do prezentohet për ju për kanunin e labërisë. Ky video regjistrim për kanunin e labërisë do jetë me titra për ata njerëz që mund ta ndjekin dhe do jetë nga profesori doktori Zaho Golemi. Për kanunin e labërisë dhe për kurvëve të cilat kanë pasur në labëri. Kanuni i labërisë ka ekzistuar vazhdimisht në labëri dhe i hapësirë prej 500 fshatrash dhe e shkaqet sipas administrativit nga Gjumi i Vjosa deri te qyteti jonë. Kanuni i labërisë ka ekzistuar në të gjitha kushtimet, sepse në momentin kur nuk ka pasur ekzistenca e shtetit shqiptar, ka ekzistuar kanuni. Si në veri, ashtu edhe në jug. Kështu edhe në jugun e Shqipërisë ka ekzistuar kanuni i labërisë. Ka ekzistuar kanuni i cili vazhdimisht në gjithë periudhat e pushimit është pa me vëmendje të madhe nga kryefelësitë e fshatrave dhe nga kapetanët të cilët kanë menduar, kanë gjykuar dhe kanë vepruar për të ndryshuar në ato pika të veçanta të kanunit, të cilat nuk shkonin me shërbimet e kohës. Kanuni i labërisë është mbledhur për herë të parë nga profesor Ismet Edezi. Në fakt, këtij kanuni i ka parapërrir e drejta zakonore lave e cila shkruar për viteve 1980 dhe nga ky vit dhe mbrapa është botuar 6 herë kanuni i labërisë. Dhe kanuni i labërisë përkthehet në fakt nga 283 faqe
dhe në 10 pjesë pjesore është i shkruar me 883 letër. Kanuni i Lavërisë ka funksionuar në të gjithë trembën dhe ka qenë një drejtë zakonore për gjithë çështjet që shqetësonin në atë kohë kokësinë e kësaj trembëlave. Duke u ndarur te kanuni i Lavërisë, nuk mund të lëm pa përmendur një ngjarje shumë interesante që ka të bëjë me një kuvend, me kuvendin e prapjeve Targaj, pranë Karolinës, qatit Kushbar dhe Shumlatit historik, dhe ky kanun vendosi pikërisht disa ndryshime shumë të rëndësishme, 7 shate që në jugun osmane do të kushte ose rregulla të cilat ndryshonin këtë kanun dhe kanë të bëjnë pikërisht me eliminimin e gjakmarrjes, të hakmarrjes dhe përbashkimin e gjithë popullatës zonës slave për të kundërshtuar pushtimin osman, me çështjet e tjera që kanë të bëjnë me eliminimin e hajdukerisë, me çështjen e zgjedhjes së grave në punë për herë të parë, me çështjen e eliminimit të një zakoni konservator që gruaja nuk mund të kthehej në shtëpinë e babait, dhe për herë të parë do i provojë për herë të parë diktatori i madh popullor i asaj periudhe ishte Idris Suri. Mbledhuri të kaloj pak në një çështje tjetër që ka të bëjë pikërisht me kuvendet që janë vajtur në trembëlave. Në trembëlave janë vajtur shumë këto kuvende. Në të gjithë pothuajse të gjitha fshatrat e Lavërisë janë vajtur kuvende të tilla të paktën të dokumentuara në 10 shekuj e fundit janë 15 kuvende madhështore që janë vajtur në këtë tre. Dhe nëse do t'i përmendim një për një, ato fillojnë nga viti 1981, është viti kur është në fakt marrëveshja dhe marrëveshja e parë që bëhet ndërmjet krisit të parë pa bashkimit dhe bëhet mundi për të kaluar trupat përmes Lavërisë për të mos zënuar gjithë popullatën e kësaj kohe. Ndërkohë, këto janë shkruar tek revista Shesa e Rreth Politik në Rom nëpërmjet një nga më të njohurit e zonës së Lavërisë, e Terente Ignora, është janë të njohura dhe përveç kësaj marrëveshje ne kemi të njohura në veri, në jug dhe të gjitha në Shqipërisë kuvende nga më të ndryshme, por do të kalmi vetëm në Lavërisë që rreth vitit 1610 kemi një kuvend shumë interesant, që është në fshatin Senic, matan qatës Kërficës, pranë Kushbardhës, ndërkohë kuvendet e tjera janë ato që kanë të bëjnë pas daljes traktatit të Kythanes në vitin 1939, siç janë kuvendet e janë majtur në Pisar, kuvendi i majtur në Pisat e Kave, kuvendi në Përgonat, kuvendi i majtur në 1947 në Mesapik, një kuvend jashtëzakonisht i madh që mobilizoi gjithë Lavërinë e jo vetëm, dhe që i përbashkoi luftë kundër osmanëve. Shumë faleminderit. Mbijem i privilegjuar të jem pjesë e kësaj audiencë kaq të ndërkohëshme sot në promovimin e kulturës së Lavërisë. Shumë faleminderit grupit Lavërisë që më bëri ftesën të jemi pranishëm sot dhe të gjendem përpara jush. Unë personalisht jam përmetar, me nënën skrapaleshe, por gruan e kam nga lumi i Vlorës, nga zemra e Lavërisë. Nga fshati Nusës. Kemi gjuar të shpreh? Do ta mbaj shkurt, se e di që jemi gjatë dhe I can't wait të shikoj vallet e bukura. Kur rutina dhe Sobiu na dërguan atë vullafosa me Sobiun më përpara, po kur na dërguan atë ftesën që neve të marrim pjesë në këtë festim të shoqatës Lavëria, që është një kënaqësi shumë e madhe. Mua më kam mbetur merak që nuk e kam mësuar të këndoj Aiso, siç e këndoj në këtë burra që është një gjë e shkëlqyer.
Edhe këta e kam pek, po për vallet i kam përcyer të tëra, shpresoj që ta kompensoj me ata nga ana tjetër. Kur e morëm atë ftesë, Peshkopi, Nikolim më tha që duhet patjetër na shikoni këtë gjë edhe të merrni pjesë të përshëndesni. So, gëzuar nga emri i Peshkopit edhe në emrin tim edhe në emrin të të keshës së Shëngjeshit. Shumë faleminderit për ftesën. Edhe shindra vite të tjera të mblidhemi të shumë, të festojmë ato çfarë janë tonat, ato çfarë na bëjnë neve shqiptar, ato çfarë na bëjnë neve lav, ato që na bëjnë neve të jemi të tërë të një gjaku. profesor i gjuhës shqipe në Harvard, zotri Faton Limani, e nderuara kryetare e shoqatës Labëria, Rodina Bardhi, i nderuari baba e Liton nga Tesja e Bektashime në Michigan, Detroit, të nderuar bashkëdhetarët e mi, të nderuar gjithashtu i veçoj edhe nga shoqatat tjera që kanë nga New Yorku, me valltarët e nderuara Angelina Nika, koreografe e cila me të vërtet sot këtu na zbukuroi këtë sallë të Harvard
me bashkë me gjithë vallëtarët nga Albanian Roots. Unë jam kryetari i shoqatës Ulqini dhe themeluesi gjithashtu. Kam 6 vite Kam 6 vite që kam emigruar këtu në Amerikë dhe jemi me seli në New York. Gjithashtu edhe ne kemi shkollën në Staten Island, gjeneratat e dyta edhe treta të fëmijëve që mësojnë shqip, kulturën shqipe, tradita shqipe, si të mendojnë shqip dhe si të flasin shqip. Ne bashkëpunojmë dhe gjithashtu organizojmë evente të ndryshme me të gjitha shoqatat, jo vetëm në New York, por në mbar Amerikën. Jo më shumë se 1 muaj isha gjithashtu në Boston, me çunat e Bostonit, ku bashkëpunuam së bashku dhe bëjmë disa takime. Nuk duhet të zgjas më tepër, por për mos të harruar edhe për fund duhet të falenderoj gjithashtu për punën e tyre të palodhur edhe Qemal Zylun dhe Kozeta Zylun, ambasador i shkollave shqipe në Amerikë. Duhet ju falenderoj për ftesën dhe duhet ju siguroj që çdo herë do ta keni përkrahjen e shoqatës Ulqini, çdo herë do ta keni përkrahjen e shqiptarëve të Malit të Zi, sepse edhe për ne është fati i njëjtë sikurse për Çamerin dhe ne duhet të luftojmë të bashkuar sot me laps edhe me letër, sepse diplomacia në nivelin e duhur është edhe do të përbëhet çdo herë nga shqiptarët, sepse të bashkuar zëri jon do të dëgjohet më shumë. Ta bezojmë shoqatën Llaberia sepse është e gjithë shqiptarëve dhe gjithashtu të besojmë çdo herë të bashkuar. Ju falenderoj. Për një përshëndetje tjetër nga Live TV në New York City, Claudiana Zylo, që është bashkëmenuesja e TV Live New York dhe shkollave shqipe Alba Live. Përshëndetje të gjithë, unë mbaj me pak, sepse përshëndetje i nderuar zoti Limani, përshëndetje pjesëmarrës të nderuar. Jam e privilegjuar të përshëndes në emrin e TV Alba Life edhe shkollave shqipe Alba Life, themeluar 18 vjet më përpara në New York City dhe tani në Albany. Gjithashtu janë të nderuar me titullin ambasador i kombit shqiptar. Jam krenare që jam këtu në Harvard University, universiteti më prestigjos në botë, jam krenare për promovimin e ISO polifonisë slabe dhe shoqatës Llaberia, një sari ruajtur nga UNESCO. Edhe unë jam e rënjë labe, nga Tepelena, si baza e Kozetës dhe Qemal Zylos, dhe jam rritur me këngët labe, me këngët me ISO në darka dhe festa dhe dasma shqiptar, në dasma që evohen. Mbaj mend që sarë që mbidheshin për darka ose sidomos dasmat e Tepelenës, ata janë babi dhe mami nga Tepelena, gjithnjë ulesha ngjitur me babin, pasi ose e hite këngën ose e kthente këngën ose merrte dhe ISO, po më tepër e kthente dhe ndjeshja krenare që isha në mes të këtyre burrave tepër tradicional, që pa dashur rritën atë rënjet e mia dhe dashurinë dhe për trashëgimin labe. Faleminderit zotit Limani edhe një herë dhe themeluesi i studimeve universitare këtu në Harvard për këtë organizim. Shumë faleminderit shoqëria e shoqërisë labe dhe zonës Urdina dhe qof gjithnjë në gojën tonë dhe në zemrat tona kënga e ISO dhe Një vrapele është, tha mua, ju jeni mësuar të vini këteja, vim shpesh sepse ne lozim hoki këtu në Boston, e zakonisht ne fitojmë, kështu që sa herë të lozë Montreali me ju do thoni, është ekipi atyre lepret Montrealit, në fakt është një shqiptar që lozë në ekipin e Montrealit, kështu që ndiqeni me vëmendje. Unë ndihem tani si kur jemi në mbrëmjen e Oscarve dhe duhet falenderoj gjithë ata që e kanë bërë të mundur të mbrëmje. Rudina, faleminderit për ftesën. Edhe faleminderit e të lumë për atë çfarë bën për shoqatën Llaberia. Nuk është e lehtë të mbash shoqata në botën e jashtme, qoftë Kanada, qoftë në Amerikë etj. Ju e bëni të mundur të lumt. Doja të falenderoj zotin Subi që ma bëri ftesën si labit, edhe profesorin e nderuar zotin Limani,
u lumë që jo vetëm që nuk të bëj kjo festë edhe diku tjetër me sallë edhe më të madhe, por këtu edhe pse është pak më vogël është prestigjioze sepse jemi në Universitetin e Harvardit, madje unë mund ta shnoj edhe në rezumen time që kam qenë në Harvard. Nuk e di njëri përsen, por kam qenë në Harvard. Unë jam shumë i lidhur me Boston. Gjyshim ka ardhur këtu para një shekull e ca dhe iku për të luftuar në Vlorë. Unë ndoshta nuk e bëj sakrificën e tija, por ajo që ju po bëni sot këtu është e njëjta gjë si ta mbros Shqipërinë. Sot nuk kemi pushtues për të mbrojtur, sot është të mbrojmë traditat tona. Dhe u lutem. Unë kam shumë miq të cilët kam komunikuar në këto vite që jemi në Kurbet dhe ja që sot u takova me miq nga Philadelphia, nga New Yorku, edhe sigurisht këtu në Boston. Në Boston kemi ardhur për të festuar një herë Pashkën, goditi Pashka ortodokse dhe katolike bashkë, kemi ardhur te katedralja ku ishte Atë Artur Liolin, ndjes pas, sot nuk është, por Boston është qendra ku emigrantët shqiptar para një shekulli mërgonin për herë të parë para se të vini New York. New York sot ndoshta është i rëndësishëm për numrin e shqiptarëve që ka, por Boston ja kalon për nga vlerat dhe këtu kanë hedhur rrënjën sidomos Labria. Gjithë ata sa vinin nga Labria që ne i benim si legjenda, ka ikur në Kurbet, ishin këtu në Boston. Prandaj unë Boston e kam pak pikë të dobët. Por kur flasim për krajinat shqiptare gjitha janë të rëndësishme, por kur flasim për Labrinë sepse më prek çik më shumë se për tjerat, madje bash këtu që kishte edhe jo Labër, ka ndonjë që nuk është nga Labria këtu? Kini të drejtë kërkoni një pasaport Labrie, ndihuni Lebre dhe juve. Pas kësaj që keni parë këtu sot jam i bindur që do kërkoni një pasaport Labe. Edhe një herë ju falenderoj për ftesën, faleminderit dhe kur kaloni nga Montreali thoni, këtu kemi edhe një lab, mund të pimë ndonjë kafe bashkë. E keni nga labi i Montrealit, kështu që edhe një herë faleminderit. Ishte kënaqësi e madhe që jam këtu mes jush. Shumë faleminderit. Nderuara zyrtare e shoqatës Labëria Rudina Bardhi, i nderuar profesor i gjuhës shqipe Faton Limani, të nderuar që kemi ardhur sot, që ndodhemi në këtë sallë madhështore, në qendrën e dijes botërore në Universitetin e Harvardit. Unë vi nga shoqata Pide Shqipe së Philadelphia, jam antar bordi aty. Si që tha dhe zonja që e me Duar Zëneli, jam një lab i vërtet, ashtu si kurse kemi dhe ju shumë këtu, po ju them disa ngjarje të rëndësishme të vogla të shoqatës Pide Shqipe në Philadelphia. Besoj për shumë nga ju e keni të ditur dhe të njohur shoqatën Pide Shqipe sepse ka mbi 20 vjet, e cila punon pa rreshtur për të mësuar gjuhën, traditat, kulturën, fëmijëve të atletarëve tanë që ndodhen në Philadelphia. Dhe aty është një komunitet i jashtëzakonshëm, është diku mbi 30.000 shqiptarë. Jetoj prej 12 vitesh në Philadelphia, jam antare në Këshillin Drejtues të Pide Shqipes, ndërkohë realizoj dhe emisionin Albanian Trim. Jam sot këtu për Rudinën. Rudina e cila ka emrin më të bukur të gruas shqiptare. Rudina do të thotë lëndim me lule. Dhe sot Rudina ka kaq shumë lule. Kaq shumë lule, ju duhet të ditë për veten. Përpiqem të shkoj në të gjitha shtetet ku është figura e gruas dhe përpiqem t'i promovoj, duke filluar nga gratë që bëjnë petkat, byrekun, që bëjnë koreografit dhe nga gratë që janë vendimarrëse. Edhe është Rudina, ti ja dole. Ti sot, edhe pse je e vogël, në miniatur mua më dukesh sikur shikoj të re Nën Terezën, ke për t'ja dalë me këtë fisnikëri që ke, me këtë mbështetje kaq të madhe sa që po shikoj nga komuniteti shqiptar i Bostonit. Do flas pak sepse do të nisem për në Philadelphia. Çfarë do të marr me vete? Do të marr me vete një dashuri, do të marr me vete atë zërin kur jam rritur me ninullat e babit tim, babi përmetar, ka qenë shofer dhe gjithmonë kur shëtisur Shqipërinë e njëha Shqipërinë nga këngët e tij, ndërsa këtu sot do të marr me vete ka shumë emocione, ka duar trokitje dhe do t'ju ftoja të gjithëve të jemi të gjithë së bashku, sepse këto aktivitete nuk bëhen pa suportin e bizneseve. Ju lutem shumë,
jo vetëm Rudina, por të gjitha këto gratë, të cilat sakrifikojnë shumë, sepse janë nëna të mrekullueshme, janë bashorte shumë të mira, por japin dhe kohën e tyre të lirë. E dashur Rudina, never, never, never give up. Ne do të jemi këtu për ty. Mua më duk shumë e shkurtër rruga nga Philadelphia, nuk dua të iki, po zonja duke më thënë shpejt sepse avioni do të presi. Fakt është emocioniuse që është jesh nga Labëria, që është ka i klabë këtu, dhe kështë menduar që në Amerikë ishte të pekorqe, por gjithsesi që është ka i shumë nga Labëria, dhe të dëgjosh lapqe, është vërtet emocioniuse, personisht atë unë nga bjorë. Si ka të njësë me që marri, për një atë lindë në bahesh. Zoti u bekov gjithë dhe që i rritu, kemi bashkë, kënda labe nuk është vetëm thjesht një melodi që na kënaq, por do të quaja një ritual që të parët tanë e kom pasë ritual të shenjë. Si shtoshin në Kosova vishë universitet që po këndonë lebri pjeshi, se ka ishën dhe si një bekim. Pra, kënga labe ka historinë e saj, sepse na bje të gjallë neve veshjet, traditën, kulturën, që të pare tanë, deri në vitet 50, gjyshri tanë i kanë patur veshur këto veshje. I nemi sot të shikojmë me kajtë malë në gjimë, faktisisht sistemi kohës i hoqë si prapan vetje, por sot janë për gjithë në një krenari që shpresojmë që një ditë të shikojmë përsëri të veshur në vijit e vijat tanë, si një veshje unike dhe krenare për të gjithë të relatona shqiptare. Parasit folën shumë fjallë të bukura për Labërinë, por Labëria përveç se ditëve të gëzuara si shtanë të kaluar dhe ditë të hidhruara. Dhe gjithë e ka prur në përbajje, sepse të qenë një kom që në me lëndë të dobet, e kemi patur pa mundur që neve ta shprehim pakënaqësinë tonë duke demonstruar dhunë, por e kemi shuar në përkënd, sepse ajo aty ngelet përjeshme. Një ndër këto është dhe këndët që Labëria ka kushtuar shamërisë, një flagë e hapur për gjithë kombin tonë. Nëse të qepës Kashiane në 70 vjetorin e themelimit të institucioni, kemi parë që tradita jonë, demonstrimi i traditës tonë, gjithmonë i bashkon brezat. Dhe sot, kënga labe, me demonstrimin e saj, ka bashkuar të gjitha moshat. Dhe jemi neve për sjellësit më të mirë të kulturës, traditës, të bijtë dhe bija tanë. Brezat shkojnë dhe një ditë duhet shikojmë punën e mirë që kemi bërë, punën e mirë që po bën shoqata Labëria. Nuk është e lehtë të jesh në mërtim. Deri dje neve kemi patur ëndër, ndoshta do kalonim nga jashtë që të ishim një ditë brenda Universitetin Harvard, kurse sot po këndojmë lapçe, fal zotërisë që kemi këtu, fal zotërimeve të tjera, fal punës së vatës, fal punës të gjithë neve. Pra, kënga labe, ai bashkimi të burrave që bashkohen gjithë bashkë dhe bëjnë një zë, është shembull i mirë për gjithë ne. Ne do të bashkohemi, sepse siç e kam thënë, ne shqiptarët nuk kemi një tjetër përveç shqiptarit. Po të shikoni të gjithë komshitë e godhu, na urrejnë, na vrasin, na kanë poshtruar, na kanë treguar si njerëz tepër, si njerëz pa edukat, si njerëz pa disiplinuar, por ne kemi patur kanon, kur të tjerët nuk njihnin ligj edhe rregull. Pra kjo është krenaria jonë, krenaria të gjithëve, të ndihemi krenar, që jemi shqiptar, dhe fshati lepër. Zoti ju gjithëve. Si që thanë, Bostoni është vërtet vendi ku shqiptarët e parë janë vetë. Pavarëgjepi është në Gjirokastra, dhe ai një labë, i cili ka themeluar të qenë parë për Krishtianë e 1924. Është munduar të adhërojë këtu në Kosovë, bashkë me Fanoli. Në Fanoli që ka arru një dervish, do t'i bëj ta ortodoksë shqiptarë, do t'i bëj musliman. Dhe nuk kanë qenë në një bledhe dhe ka pyetur Fanoli ka bajnë. Këto papat do në kanë ankuar këta njerëzit, më thonë që do t'i kthejmë
ortodoksët muslimanë. Dhe baba i shpërgjigjur, ne jemi këtu për t'i mbajtur shqiptarët shqiptarë. Kur ka patur nevojë, thot, të gjetë Bektashiane, i kam bërë dhe trimar dervishave, dhe i tregon historinë e Çerçistopullit kur ndikte një turku, janë strehuar në Qeqen e Zallit, dhe kur rrethuan Qeqen, baba i dele dhe flet me komandantën turk, thotë, ky është një vend fetar, dhe i bashkëpunoni këtu. Kemi dëgjuar që strehoni njerëz që luftojnë për Angërinë, njerëz të qinj. Do vajtë të neve nuk strehojmë njerëz të qinj dhe gjithë ata primat që ishim brenda, ishin veshur me veshje popullore, baba i veshi me tapshet Bektashi, me të rrobat që jemi neve. Dhe kur fuan komandantët turq, ata primat e mjek rrishin, dukshin si dervisha dhe i thotë, ky është dervish Çerqizi, ky është dervish Mihali, dhe kështu që i shtutuan. Dhe Panoli ka qenë një nga përkrasit më të mëdhenj të Overgjepit, ku ne hapëm të qenë e parë, dhe mas asaja, profesoresha amerikane Frances Triggs ka bërë një punit të jashtëzakonshëm, një antropologe e madhe, dhe unë kam nderin dhe kënaqësinë që këtë punim dua t'ia jap kryetarit të Katedrës Gjuhës Shqipe, këtu mos gabohem, thotë Faton Limani, dhe shpresoj që në të ardhmen kemi bijë dhe bija në këtë universitet, antropologë shqiptarë, që të shkruajnë për këmbën lape, për traditën tonë, mos ja lënë të huajve, që të shkruajnë për neve. Ne jemi të Zotët e. Zoti ju ruaj. Megjithëse të shikojmë nuk isha të zim, faleminderit. Zoti ju ruaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe tani, nga shoqata adhetare kulturore Labëria, ndër i kombit nga Tirana, ftojmë Artan Kashollin, antar në kryeqësisë Labëria. Faleminderit. Përshëndetje të veçantë profesorin në ka realizuar këtë element ka i qëndësishëm këtu Harvard, nga universitetet më të mira të botë, tempulli i dijes botërore. Përshëndetje nderuar kryetare, kënaqësi që jam këtu për të sjellë përshëndetjet e shoqatës Labëria nga Tirana, një ambient kaq shqiptar, një ambient kaq fantastik, duke parë një vit arritjet, progresit, punën që ka për shoqata Labëria dhe nga Kostra, shoqata Labëria nga Shqipëria kërkon dhe i jep një certifikat mirënjohje e Labërisë, i jepet shoqatës kulturore adhetare Labëria dhe nga Kostra me motivacioni për ruajtjen dhe zhvillimin e traditave adhetare patriotike dhe krajinës Labërisë. Sekretari i përgjithshëm Kastriot Mushë, kryetari Agim Çirak. Faleminderit, ndihem shumë e nderuar dhe emocionuar. Këto çmime, këto certifikata janë tuaja. To nuk mund to ju takojnë juve, sepse ju na keni ndihmuar dhe na keni mbështetur në rrugën tonë. Pa ju nuk jemi asnjë. Faleminderit. Tani kemi arritur te ambësira, po ishte kjo një dasëm dhe kemi arritur te ambësira. Faleminderit për gjithë që jeni këtu sot me ne. Dhe njëherë më shumë Brita Garami dhe unë jam shumë emocionale, jem shumë kënaqur që Cubi dhe jemi mëftuar më këtu sot. Më bën një telefonat, më thanë Brita do të vish dhe unë e shikoj që më mbështet mua që kam për këndërru dhe së vend, është në karriere e parë. Shumë faleminderit që më zgjodhët mua këtu sot. Do ndaj vetëm një mesazh që në Shqipëria është e madhe, por shumë e vogël, duke bërë dhe punën që bëjmë për Shqipërinë time, më ra rasti të takuja një grua që kishte emrin Kristina John Markaj dhe jeton në New York.
Dhe është e fundit Gjamarka në botë, sepse nuk ka bërë fëmijë dhe nuk ka lindur dhe më ftoi në New York, më tha Greta, hajde në New York, do bish një kafe mua dhe më tregoi historinë që ishte thënë gjyshi i saj për kanunin, për familjen Gjamarkaj. Dhe basë kur lexoni për kanunin, do doja që në qoftë se ju doni ta lexoni kanunin, dhe sidomos ju të rinj, të lutem më thoni, sepse unë kam një artikull të veçantë që ajo më dërgoi mua, dhe do ja ndaj shoqatës së sotme që japin çdo njeriu që do, është i bërë nga një profesor japonez. Një profesor japonez në Tokyo, ai jep mësim kanunin dhe jep aq bukur dhe aq thjesht, vetëm me 5 faqe të mbiruar në anglisht. Kështu që nëse jeni ju në dhomë, do ja ndaj, do ja juve shoqatës, se mund ta lexoni, se është ishte për mua një vepër arti. Unë isha në kushërin të nisë morën makinën, vajtëm 3 orë gjysmë një orë, ishte në park të Azotit, pim kafe në Kristina Gjamarkaj, dhe na tregoi histori shumë të bukura dhe nuk kemi kohë të ndajmë sot, në fund na dha një dhuratë të bukur, na tha, ja do ju jap kanunin dhe si jepet mësimin në Japoni. Dhe unë thash, wow, sa bukur që historia shqiptare në Japoni njerëzit e mësojnë se e mendojnë që kanuni është si një missing piece of the puzzle për atë pjesë të historisë të botës. Kështu që shumë faleminderit për atë. Dhe tani si do ju mbaj edhe një herë sepse këto librit, shoqatës Boston ka thënë mua që nuk mund t'ikni nga Bostoni pa Hunger Book. Okej, se do dapi, nuk të nështë dash nga shtja pa Hunger Book. Ishte dhe një herë, 288 Bristol, Cambridge, do vinë do ham book, së bashku dhe pastaj mund t'ikni. Tani, grupi i Bostonit do këndoj edhe një herë për ju, tamam si që bërë lepi, dhe një herë, do këndoj së bashku. Është një këngë për shëndetje, për lavërim, edhe shumë faleminderit për ju të gjithë që erdhët sot. Lavëri, monedhe, strojnë të florime, karatë rëndë.
sa peshon tokare